Gjendra tiroide është një gjendër e vogël endokrine e vendosur në pjesën e përparme të qafës dhe kontrollon pothuajse çdo qelisë të trupit tuaj. Gjendra tiroide sekreton 2 hormone, T3 dhe T4. Këto hormone kontrollojnë metabolizmin, energjinë, temperaturën trupore dhe funksionimin e organeve. Tiroidja dhe sistemi nervor. Hormonet tiroide ndikojnë drejt për drejt në trup. Kur gjendra tiroide nuk funksionon si duhet, atëherë ju mund të keni nervozizëm, ankth, depresion, vështirësinë për qëndrim, harresë, pagjymësi. Shumë persona trajtohen për depresion dhe ankth pa e ditur se këto fillojnë nga gjendra tiroide. Tiroidja dhe zemra. Hormonet tiroide ndikojnë në frekuencën e zemrës. Kur gjendra tiroide sekreton pak hormone, ju keni të rrahura më të ngadalta të zemrës. Prodhon me tepër hormone, ju keni të rrahura më të shpejta të zemrës apo palpitacione. Tiroidja ka ndikim edhe te sistemi riprodhues. Nëse keni problem me gjendrën tiroide, mund të keni cikël të çrregull, infertilitet, problem pra me shtatzeni dhe aborte të shpeshta. Nëse gjendra juaj tiroide sekreton me pak hormone, pra është hipotireoz, ju keni vështirësi në humbje të peshës trupore, lodhje të vazhdueshme, lëkurë e thatë, rramje të flokëve, kapsllëk, ndjenje depresionit, çrregullim të ciklit menstrual, ngjitësi ndaj të ftoftit. Kur gjendra juaj tiroide ka hipersekretim të hormoneve, ju keni humbje të peshës të paspjegueshme, djersitje, dridhje të duarve, rrahje të shpeshta të zemrës, nervoz, ankth, diare dhe dobësi muskulare. Nëse keni njërin nga këto probleme, atëherë kontrollo gjendrën tiroide. Ekuilibri hormonal është çelësi i energjisë tuaj, peshës stabile dhe mirëqenies tuaj.